se vini edhe njëherë në projektin tonë matri për tej politikës. Siç edhe ju kemi paralajmëruar në këtë bashkëbisedim që do ta zhvillojmë, kemi mysafir të ftuar që janë flamuj të qytetit tonë, ose që e bartin qytetin si flamuj, jo vetëm përmes detyrave e funksioneve zyrtare, por edhe përmes dijes, përmes punës, përmes përkushtimit që në shumë vite me radhë ose me dekada disa prej tyre kanë treguar për të mirën e qytetit. Në këto seri kemi me zbulu histori që përtej titujve kanë edhe përmbajtje shumë të veçantë për njerëzit që kanë kontribuar në jetën kulturore, në arsim, në jetën publike përgjithësi në komunën e Gjilanit. Sot mysafiri jam ka me qenë një figurë për cilin besoj nuk ka nevojë shumë prezantim, për profesorin Qazim Aliu, është një prej figurave që për shumë dekada me radhë ka kontribuar arsimit, përmes mira nxënësve, për këto histori kemi me folë mandej ndërkohë besoj. Pra është një ikon e mësimdhënies, një ikon e ngritjes së njerëzve, të figurave të shumta të qytetit përmes edukimit. Profesor, mirë se erdhët edhe një herë. Faleminderit shumë. Kam gëzim për ftesën që keni bërë. Është një kënaqësi e madhe që lapsa fletore nuk ka që mund ta mbush këtë. E ne do të mundohemi të gjitha ato biseda që do t'i bëjmë për të kaluarën dhe tani të jenë origjinale. Kjo seri e bashkëbisedimeve që u tregova në fillim është përtej politikës, prandaj edhe unë kisha dashur me fillu ndoshta me një histori të asaj se si e keni ngritur rrugtimin e juaj personal, si keni përfunduar në gjuhë angleze, cili ka qenë motivi juaj, puna juaj, ndoshta në pak fjali, megjithëse kjo është sfida më e madhe gjithmonë, po nëse keni mundësi më na fol pak për këtë për fillim. Po, do të fillojmë që në fillim, në moshën isha 12 vjetë, me vëllau në shkollë, jeta dhe arsimin atë kohë. Ishte munges çdo gjë. Mirë po kishte gjëra të cilat kënaqësi e madhe, ndihmonim njëri tjetrit, rinim bashkë, ushqimi ishte gjithmonë organik, disiplina ishte, prindërit kishin një disiplinë që unë sot ndihem aq i kënaqur dhe nana na thoshte bie terri duhet të hini brenda. Rëndësia e rolit të prindve është shumë e madhe. Ne e përjetuam atë. E mbaruam shkollën e mesme. Besoni të gjithëve po ju drejtohem me plot gëzim, emocione dhe e pyeta nanën, oj nanë, ne do të shkojmë në Prishtinë. Po kushtet nuk janë. Ajo përgjigj jo tha. Kemi bë tha me vite rezerva për ju. Në atë kohë, me ato të ardhuna, kanë arrit me nda për fëmijë për shkollim. Ishte viti 1970, dole me punu privat. Gjatë verës, po. Për me i ba pak, të holla dhe me i pas. Për shkollim? Për shkollim. Po, gjdo gjë që do të them është origjinal. Kam punu të një profesor i gjuhës frenge, me emrin që unë e kam, Qazim. Më pyet, thash, ka do të studosh, thash, po, kam do lëvizje të cilat po më tërhetin të shkojnë edukatën fizike. Jo, tha. Është qenë një katedër për herë të parë e gjuhës angleze. Ashtu prof, ne nuk kemi njohuri. Jetha punëtor, pa pritesa, mere. Që ju jeni gjenerata e parë. E gjenerata e parë. Dhe kjo është me rëndësime për me Ismail Kurteshin, Ismail thash a shkojnë, po tha dhe unë. Po nuk dim për fillimin. Kënaqësia që ishte kush flan para orës 2 me aqit pakuj. E morëm shumë seriozisht. Ka shumë për kushtim, për të mësua, për të studiu. Po, e kemi jetu në balet. Gjitha këto që po i themi në original, nuk ka shka të shtoj. E marsh me fletorën dhe kjo lagje që po quhet të Gavran, ishte lumi me bari anash e me fletore deri në fshatin, pasjak me zë të lartë të i përshrit mësimet e gjuhës angleze.
Mbarum vitin e parë edhe dytin. Të pa gjendjen e prindërve, fillu me punu në vitin 1973. Arsimtar i gjuhës angleze. Problemi lindi që rusishtën e largun, disa klasë e hynëm, atëherë erdhen nga organet e brendshme, tha, pse tha e largu të rusishtën, e po e vendosi tha gjuhën angleze. Po unë thash s'mundem me bë këtë, Ministria e Arsimit. Nuk më mbajtën shumë atje, në një zyre, më lirun. O këthym, ishte gëzim i madh, disciplinë e madhe. Në vitin 1975 dulëm në Angli, në vitin 1976 vitin e 4 në Chicago, o këthym. Do në gjatë kohë studimeve keni udhëtu dhe jashtë? Po, gjatë verës. Si verës. pjesë e studimeve apo si ka qenë? Në studime shkum 1976 e lam punën për një vjetë. Mirë po najta 8 muaj e gjysmë. Nuk ka qenë vazhdimi studimeve nga këtu në shtetet tjera, do në këtë rast në Angli edhe në Amerikë, në Chicago. O këthym, doktor Abdullah Karakdiu, doktor Hamdi Daci, këto mi kanë thonë këto fjallë, mos u largo nga Kosova. Kanë nevojë rinia për ju. Kur isha në Zvicër dhe në Amerikë, gjatë verës, ata kërkonin me vazhdu ndajen, unë në andër më dukshin nxansat për këmisha apo palto arsimtar ktheu. Edhe jam kthy gjithmonë. 20 vjet punum në shkollat mesme fillore. E në vitin 1996 lindi ideja me hap një kurs gjuhës angleze. Pata vështërsi derisa morëm leje, nuk pranum me punu në 2 vendet punës. E lirum vendin e punës, dollum mirë po me i thanë të drejten. Ishte knatësi e madhe sa nxansi ka ardhur, sa studenti. Grupe kemi pas një klasë mjek. Një klasë ishte inxhinier. Gjitha moshat. Mbajtja e kursit kishte vlerën e gjuhës angleze, po ma tepër edukim. Edukim të cilin e morën shumë seriozisht në këtë botë, nuk ka mundësi me pas një jetë lumtur pa e gëzu dikend. Nëse e gëzon dikend, gëzimi vjen. Tash, profse, one para se me vazhdu matutje, unë i kom pas disa pyetje që kom dashur me t'i bo, por shumica nuk përgjigjet ashtu. Po. Tash, po du veç me ndërprej, ndoshta veç një ndërlidhje me bo, me një çështje që po e konsideroj që është më rëndësi me marrë si përgjigje për juve. Po. Tu e pas parasysh këtë përvojë gjatë, për periudhë kaq gjatë kohore, se me thonë që keni punuar në fushën e arsimit, e që edhe për bindjen tëm të plot, është më shumë ndoshta kontribut në edukim, në përgatitjen e kuadrave për të ardhmen. Sepse fundja puna që e keni bërë ju, sidomos gjeneratat më të vjetra që keni qenë, nuk ka qenë veç edukim në gjuhë, ose nuk ka qenë veç edukim profesional, po ka pas bëjë më shumë me edukim për jetën, për edukatën e përgjithshme, edhe mendoj që kjo është një kontribut që nuk mundet asnjëherë me pas vlerësim të mjaftueshëm për kontributin që është. Ajo që po më intereson me ditë ndoshta për më u kthy pak në një farforme në një kohë më të re, duke ditë që ju e përmendë sakrificën e familjes, gjitha këto tema për cilat nuk kam dashur me u pyet direkt, po tu e di që u përgjigjet në ato, po më intereson një çështje tjetër me ditë. Çu keni pas zhvillimin e nxënësve ndër vite, për shembull prej kohës që vitin 96 keni filluar me kurset, e shumë herë se kjo edhe me mësim. Po në këtë intensitetin e madh të punës juaj që kanë qenë me 10 mira nxënës që keni pas. Çu keni pa zhvillimin e nxënësve me kohën. Do të thonë çu ka shkutu edhe se jam mërmendja që është edhe sot, ndoshta. Po. Janë disa ndryshime të cilat neve dashtëm e s'dashtëm do në pajtu. Fëmijët në atë kohë nuk i kishin këtë teknologjinë që e kanë sot. Koha e tyne ishte ma tepër me libër në dorë dhe në laps. Suksesi nuk ka mungu. Mirë po duhet përsëri me u kthy. Roli i prindërve ishte
në nivel ku ne mbajshmi ndonjë mbledhje që t'i thrasim prindrit, asnjë prind nuk na ka mungu. Do të thonë edhe interesimi i prindve për fëmijët Ka qenë shumë ka qenë më i madh se sa sot. Shumë. A bëhet pyetje angazhim kanë sot, apo i ka kap materiali, lakmia, disa vese të cilat ato e damtojnë familjen. Edhe janë të e damtu. Cilat po mendoni që janë arsyet? A është dinamika e jetës apo është një lloj prishje e kualitetit të jetës familjare, të jetës? Po këtu lirisht mund të them përdorimi pa kontroll i teknologjisë. Pa kontroll e bën të veten. Nëse fëmiu i mban 5 orë, 6 orë, ai kur të largohet e ka vështirë më orientu. Dhe ka humbur një kohë dhe pengesat mëdhaja e prindërit nuk e kanë kontrollin në nivel. Në lirisht mund të them. Përpara dhe ne po kthehem prindërit 36 nxënës klasa, 36 prind. Kem përdor letrën me zarf, ja kemi dërgu, fëmiu i ka këto vese këto. A ne i ka ndihmu edhe mësusi, fëmija sot ka knasësinë e madhe. Ta ndihmosh një fëmijë, ke bërë punë të madhe. Ta drejtosh një, ke bërë punë të madhe. Jetu maru karrika, tavolina, dhe nëse prishet. Ju sa i keni drejtu? Sa i keni pas total numri? Se më që është shifër, numri i madh. është shifër që njerëz flitet, është si një lloj legjende në qytetin tonë. Domthonë është një lloj miti në qytet që përflitet e flitet çdo ditë, po me sa unë e kam pa zyrtarisht edhe në mënyrë publike asnjëherë nuk e keni thonë. Po ju tregoj drejt, 20 vjet, unë nuk e di ku ka qëndru shëndeti prej 88, 42.000 student, 42.000 kanë ardhur dhe kanë shku. Me shifrat e sotit i bie praktikisht gjysma e qytetit. Po me rrethin, viti ka me nicë. Me ju thonë të drejtën, prej Prishtine 2, ata sot dhe më dhimën, o prof, mos ke gajle, na kemi gëzim të madh, shka po marremi. Unë po të regoj rastet të cilat janë shumë emocionuese. E përdorsha se në shpyrët e kam, o djalë, o i vajzë, me sjellje të cilat ti po mundohesh me i ba, ti e të pregadit një gotë helëm prindërve, të kesh kujdes. Gëzoje nanën edhe babën, ka më të qelë çdo dhe në këtë dynja. Kur të zgjoni në mëngjes, merë një qëndrim, thuj, as s'ka me i dhru kënd, edhe me mi dhru si a kthej, jetë e kemi pas shumë të lumtur. Shkon me flajt, ti kemi flajt shumë. Këto janë mesazhe që ja keni dhënë nxënësve dha. Nxënësve po. Të keni kujdes me motër e me vëlla. Mos e i dhro askënd. Edhe jeni thonë që nëse ju i dhron dikush mos ja kthe. Mos ja kthe. Se zemrimi me zemrim nuk përfundon mirë. Ka me të humb mësimi, ka me të humb çdo gjë këtë jetë. Bili është i thani kështu. Edhe në anglisht po të ta them shqip. Nëse ke humb para, nuk ka problemi. Ke humb robet, ke humb veturën, ke humb karakterin, ke humb çdo gjë. Edukata e përdormi edhe në Kombet Bashkuar ishmi 2001, i vëshanci erdhi, tha, të kemi caktu, tha me shku. Me një grup studentës, thash, po qëllimi, tha, po, tha, është how to raise kids, qysh me rrit fëmijë. Punë me përgjithësi që se mund është me mendu. Me rrit fëmijë, e mu kënaqë me ta, do të punë. Tash edhe një temë tjetër, ndoshta se na duhet me dinamikë të shpejt, me mbulu tema shumë, se besoj që me fol kemi shumë gjatë. Tash ndoshta për me u kthy pak edhe tek qyteti jonë sot. Po. Cila është përshtypja juaj, cili është vlerësimi juaj për drejtimin që ka marrë qyteti sot? Nuk e kam fjalën tash këto vitet e fundit, po në përgjithësi ashta kohët e fundit, me pa pak orientimin e qytetit tonë. Nuk e di sa keni mujtë me përcjell gjendjen e arsimit, tashmë që ju jeni pensionuar që një kohë, po megjithatë besoj që keni ende kolege, miq, keni edhe shumë nxënës që punojnë në arsim sot. Domthonë, çu duket gjendja e arsimit në Gjilan sot? E Gjilanin po mendojmë jo veç
Gjilani më basë edhe gjithë Kosovë, sepse jemi pjesë e një vendi që është praktikisht në Shumë. thujse në të njëjtën gjendje, nuk dallojmë shumë prej vendit në vend. Edhe ndoshta pas kësaj pyetje mandej bisedojmë pak edhe për atë se a çmohet mjaftueshëm roli i profesorëve i mësimdhënësve, sepse këtu e kam edhe në një mendim, cilin nuk e kam pas më herët para se me qenë kryetar. E kam të qartë edhe pyetja, unë po them lirisht ju lutem, këto pyetje më kënaqin mu. Është thënë never lose your hopes, kur mos i humb shpresat. Mi po porosia jona, me pas mundësi krejt me ja thanë prind, zgjonu nga gjumi. Arsimtar, merrni punën shumë seriozisht. Me rini me punu. Është gëzimi më i madh, shteti forcohet. Rinia jon ka nevojë për ndihmë më të madhe nga ana prindve, vizita më shpesh me arsimtarin me kontaktu. Çfarë do të qohë telefon, po më mirë është me shku, me kontrollu. E jo 12 vjeçari e mrenda në qantë vendos gjithçka që është rrezik sot. Kontrolla do të jetë e përditshme. Do unë mendoni që në kuptimin e gjendjes në arsimin në Kosovë përgjithsisht, disa prej gjanave negative janë edhe këto. Domethënë këto dukuritë që nuk janë për moshën edhe për kohën, e mbasi jo vetëm për moshën, por nuk janë për askënd, që paraqesin një rrezik. Edhe si rezultati këtyne mungesave të komunikimit, le themi, atij trekëndshit familje ose prind, nxënës dhe shkollë, që është shumë e rëndësishme. Shumë. Po edhe përgjithsisht ndoshta një lloj kujdesi i shtumë edhe institucioneve, edhe i prindve, që mandej reflekton direkt tek nxënësit. Po, duhet rritet kontrolla dhe bashkëpunimi. Se fëmiu është si lepuri. Me gjetë një zbrastin, ai shkon. Orarin shumë ka rëndësi koha. Niset për shkollë në ora 1. Duhet më kthy ai në ora 5. Shumë raste ka që s'kthehet deri në 10. Që është orari edhe vajzës tem që shkon klasë 2 tash në shkollën Musa Zajmi. Po. Në ora 1 fillojnë, në 5 përfundojnë. Po më 5. Po ashtu. Kjo që nga këshilli edhe për mua, megjithëse për tarë, nëse tash vajza është ende e vogël. Nëse vonohen një herë, duhet me një herë me intervenu, me marrë me bisedu, ku ishe dhe me ka qëndrove. E tash qëto, nëse mujmë një diskutim ndoshta të përgjithshëm, sepse mendoj që për prind, në shumë raste ka nevojë një lloj këshillimi ndoshta le të themi, edhe për mënyrën se si e ndërtojmë raportin me fëmijët që në funditës janë edhe nxënësit tunë. Unë personalisht për vete po flas, nuk jam idhëtar i madh i metodave të qortimit ose të, s'po them dhënshme, po të masave që janë të rrepta. Sepse besoj që ato kanë efekt përkohshëm. Dhuna të detyron për një periudhë të caktuar, por nuk të bindë dhe nuk ta mbush mendin për me qenë përgjithmonë edhe për herë i edukuar në një frymë mirë. Pra, ajo që po e thoni ju që po e jepni edhe si këshill le të themi, ka të bëjmë atë që prind duhet me bisedu me fëmijët, duhet me qenë të qetë, duhet me mundu vazhdimisht me u marrë, domethënë në mënyrë të vazhdueshme, të kontinuale, si më thonë. Jo një javë dy me u marrë me fëmijët, mandej me disa obligime tjera me punë tjera. Edhe kjo lidhet edhe me atë që për menaxhimin e kohës. Pra, unë prej përvojës time tash si kryetar, jam bind për një punë që njeriu kur ka vullnet, edhe kur ka gatishmëri, koha gjendet për gjithçka. Por duhet menaxhimi i kohës me qenë në nivel. Padyshim, dikush ka angazhime më shumë, dikush më pak, jo të gjitha mrihen, kjo nuk diskutohet. Por fëmijët e familja duhet me qenë gjithmonë në fokus, duke mos harruar normal edhe zhvillimin e angazhimit, së fundja njerëzit ekzistojnë për të punuar, për të zhvilluar, edhe këto madje sjellën edhe mirëqenie edhe për familjen. Po ndoshta këshilla kryesore për raportin prind-fëmijë, edhe rrjedhimisht edhe për nxënës, është kjo që me pas edukim e jo me pas sforcim le të themi drejt një sjellje të caktuar. Po them edhe një herë kënaqësi e madhe që na u dha mundësia me i thanë ato të cilat dalin drejt për drejt nga shpirti. Nëse ne dështojmë fëmijë, jetë me rënd nuk ka. Fëmiu kur po e bëj ka një mosh, po ju drejtoj ka prindërve. Për gjendjen që kam unë, ju jeni fajtor. Po pse mos më ardh puna me thonë, o babi, në albet përqafoj mami se me të vërtet suksesi juaj është suksesi jonë. Disciplina juve në ka prunë këtë gjendje. Një shembull në Amerikë ka ndodhur. Tash është doktor ligjerues në Houston. E kam shkruar në libër.
pas ka pas shok. Ata shok lirit madhe nga prindërit. Ky edhe baba shumë disiplin, i ka thonë baba emo ma i dopti, ma i rani për mu, nuk e du. Për fillim është fjala. Kur e ka pa rezultatet, e ku kanë mbeta e grupe tjetër, thot unë thot kam një babë nën që do t'i përcjelli e do të veproj unë me fëmijët e mi si kanë vepru ata. Disiplin, orari caktum. Ju lutem të gjithëve, kur të zgjohen fëmijën mëngjes, po ju lusë, me shpirt, provoje a kanë rejtë shtratin. Me fillu nga këto gjanat e thjeshta. Provoje, nëse jo, po theme më se, ktheje, rregulloje. Robët kujla, vendosi ku e kanë vendin. Një ditë, 2, 3, kur të banë dhe ditë, u kryma. Po e la, do të vazhdojnë jeta shumë e rëndë. Këto janë sfidat përditshme që i kemi, sidomos printeri që janë, i kanë sfidat përditshme. Po tash. Tjetra, sot një argjentar e përmend ato, por thot 3 gjana thot që na i ke thonë, plot e plot, po një 3 po t'i them. Cilat? Artan e kanë. Tha, ku ta qelni derën, përgatitni fëmijët e ju, mos e qel shpejt, ose patrokit. Dhe mund t'jetë një bebë afër, dera i mshon, ose me gota, e përblon. Po kur t'hani buk, keni kujdes, shumë kujdes, nga talë. Prite nana shka të thot. Po rrugës kur t'hesni, mos i lëviz durët, mos pi duhon, mos hatu hangër buk. A janë këto pjesë e këshillave të përditshme që i keni pas me 42.000 nxënës student? Për çdo ditë. Derisa sot janë ata të cilët thonë nuk i harrojmë. Mos ec rrugës e më këshy mrapa me këshirë. Mos ec nuk bon. E ngarkon jetën dhe i largohesh librit. Sjelljet të cilat damtojnë, pema si pem, po shembull se di, unë po them nga njerë thonë mos po e teproj, shembull të fortë që do t'i marrin krejt dhe do t'i ndrygjojnë, pema si pem, i pas ka disa degë që s'qesin fryt, do të mja hjek. Te fëmiju veshet, do të mja largu me kohë. Prind të nderuar. Me një butësi tillë që e largon, po nuk e dëmton, sikurse tek dori që prind të nderuar, vëllezër dhe motra, mos i dërgoni fëmijët e juaj në shitore në moshën 8 vjeçare, 9 vjeçare. Mos i dërgoni me ble, as qumsht, as çokoladë. Ai shkon, ja jep 2 euro, aty e nal një 30 cent, fillon me damtu, dhe fillon me nal, me fshes endet. Mos i qoni. Ju lutem. Le që është rreziku në rrugë, po edhe ka anën tjetër, fëmiu mashtrohet. Unë kam përshtypjen që po na i thu me shumë pasion këto këshilla, Po. që mbas janë përsëritura për një kohë shumë gjatë, po në vazhdon e këtij bashkëbisedimi po ofrohemi tash sepse folëm për të kaluamën, folëm për të tashmen, për problemet e sfidat që i kemi tash, por po flasim tash pak edhe për të ardhmen. Unë provoj me lexu aq sa kam mundësi e kohë, Po. sepse siç e tha më herët është menaxhim i kohës, e veçanërisht kur jam në udhëtim jashtë vendit, atëherë shfrytëzoj rastin që të lexoj më tepër. Dhe janë 2 libra të fundit që i kam lexuar që më kanë lënë përshtypje, me thënë drejtën. E para është një libër që është i rilexuar ndoshta për 3 herë me radhë, i Platonit për shtetin, ku ai flet për organizimin shoqëror, për ndarjen e roleve, për gjetjen e vendit adekuat për secilin, për funksionet se si duhet i ushtrojnë kështu. Pra është një lloj udhërrëfysi i organizimit shoqëror në një mekanizëm me aparat që quhet shtet, e i cili mandej vjet në funksion të shërbimit përgjithshëm. Sigurisht. Dhe e dyta, që kjo mandej na vjen më shumë në temë që po du me bisedu, sepse fundi edhe Platoni, shteti janë të një kohë shumë gjatë më herët, por për të bisedu pak edhe për të ardhurën e për zhvillimin e qytetit tonë, unë e kam lexuar kohëve të fundit librin e Amartya Sen, që është Zhvillimi si liri, dhe ndoshta një lloj përmbledhjen e 2 fjali e asaj që elaborohet në atë libër. Ka të bëjë me atë që unë edhe në një takim tjetër që kemi pas me veteranë të invalidë, ata njerëz që kanë kontribuar për lirinë tonë, ju kam thonë që ose jam mundu me ilustru me një shembull. Pra, njëjtë sikurse në libër siç shpjegohet që liria në disa raste është synim, cak, targeti kryesor, pra është finalja.
por në rastin tonë, kur e kemi mrri lirin, mandej lirin është dashur me rujt si mjet për zhvillim. Që i bie liria është para kushti për të zhvilluar mandej më pas. Dhe është pikërisht zhvillimi, është ardhmja e qytetit tonë, ajo për cilën jemi mundu maksimalisht të gjithë, po besoj secilin rolin në funksionin e vet. Dhe në këtë kontekst besoj që diskutimi jonë tash për pjesën përmbyllëse ndoshta të këtij bashkëbisedimi do duhet i dedikohej të ardhmës, edhe në këtë funksion unë besoj që ju keni pas megjithatë mundësinë tash me bë përvojë edhe jashtë vendit, edhe këtu keni pa nëpër botë shumë metoda dhe shumë vende se si funksionojnë, dhe besoj që në takimet që mbahen mes njerëzve, e unë tash për veten po flas kur i takoj të rit, e shoh që një pjesë e tyre janë të diplomuar në universitet por janë pa punë, ndërkohë kur shkon tek bizneset, veçanërisht ata që po punojnë tash me industri, me profesione të ndryshme, e shet që ka vende të lira të punës, por nuk ka njerëz të kualifikuar. Pra është një mungesë e koordinimit mes asaj që ofrohet në shkolla, edhe mes asaj që është nevojë e tregut punës dhe e kohës. E na jemi mundu, profesor, me e zbut pak këtë hendek, duke bërë investime shumë në shkollat e mesme profesionale, veçanërisht në shkollën e mesme teknike, ku ka profile nga mekatronika e shkencat kompjuterike, deri tek inxhinieria, ndërtimi dhe profilet e tjera. A mund është pak ndoshta, e këtu pse jo edhe djali ju i Ridvanit, që tash po merret me teknologjinë, me drone, me shumë çka tjetër, me na fol ndoshta për nevojat e të ardhmës në fushën e arsimit. Po, zotër kryetar, është një thanje që gjithmonë e kam në shpirt. Qysh jemi kon, ku jemi dhe ku do t'jemi. A ka ndryshime të cilat duhet gjumi nuk xen kur ti mendosh sa ndryshime të mira ka ndodhur. Shkollimi kam rrinë në nivel, po unë nuk mundem me mendu përpara një certifikat kur është marrë e lindjes e ka shkru me dorë me gisha në atë makinën e sot teknologjia, rinia jonë është shumë e shnosh. Mi po një porosie jonja, drejt për drejti, si kredve, jo një personi, nuk i drejtojmë, të organizojmë që rinien ta mbajmë brenda, mos na ikin, e të bëjmë përgatitje për ta, e të angazhohemi për ta, natë të ditë, se rinia është forcë që shtetin e mban. Rinia është ajo që çdo gjë për ty ne pritet. Unë po ndëgjoj lajme të mira që rinia ka fillu me kuptu. E kuptu jetën e kompjuterizmit. Marë në përgjithësi, qyteti jonë është ka lulëzon. Unë kam një ndjenjë shumë jemi lumtur. Shumë. Rinia është drejtu në teknologji, prindërit, interesimi është i madh, punësimi ka fillu, prej shtëpijës me punu, ata që donë. E kthehemi përsëri, prind, bëni çka të bëni, fëmijët e juaj përgatitni dhe mos kurseni për ta. Gjumë në gjumë mos e bëni, edhe ndihmoni. Në Amerikë ishte një rast kështu. Tha prej si kam lexuar librin, 3 veprime, tha me fëmijë, tha fëmijë tanë, tha po më pyet nga bashortja, çka u bë ky ndryshim. Fëmijën për ditë është mirë me puth, me përqafu, me lavdru, edhe me i dhanë dhurata. Me kontrollu. Çdo sukses me shpërbly edhe me ngrit. Ajo i jep një zemër të madhe, i jep një vullnet të madhe. A mendoni që ka, si me thonë, ndonjë projekt apo ndonjë nismë të re në fushën e arsimit që kish me qenë prioritet për komunën tonë? Si me thonë, na shtallë një lloj këshilla edhe për mua si kryetarës, edhe për njerëz që janë përgjegjës për menaxhimin e arsimit në Gjilan, cilat mendoj që kishin me qenë nisma të reja që janë me rëndësi. Për shembull në shkollën e mesme teknike ju tregova që diku mbi 1 milion euro në investimet. Kemi printer 3D, kemi CNC, kemi makinat më të reja që kanë bëjnë me instalimin e ngrohjes, instalimin e rrymës. Po janë profile që janë mungesë të tregut punës. Së fundmi kemi bërë sigurimin shëndetësor për nxënës, që bëjnë praktik jashtë shkollës, i bëjnë diku 208 orë punë praktike në vit. Dhe e fundit e kemi bërë një pagesë prej 1000 eurosh për secilin nxënës që marrin praktik, që i bie diku 4,80 € për një orë pune. Domethënë, për te këtyre
qoftë ndonjë ndërlidhje e industrisë me arsimin, për cilat kemi biseduar me Ridvanin, se po përmendi shpesh, kanë qenë tema diskutimit mes nesh për një kohë gjatë. Domthonë nëse ka diçka që mundet me qenë më ndryshe se sa kjo që po bëhet deri tash. Po shiqon po dëgjoj, edhe Ridvani më ka tregu se unë në kompjuterizëm, mosha jonë, pak kemi njohuri. Mi për shkolla teknologjike, e cila sjell një të ardhme të fortë, është përdorimi i kompjuterit, programimi. Këto janë gjëra të cilat veç në tanë botën rëndësi të madhe i japin, po edhe te ne ka filluar më të madhe. Komuna jonë, edhe njerë po them, është ka lullzon, rinia e ka kuptu, edhe lajme që po vinë, e ardhmja pritet të jetë shumë më e fortë. Mirë po, prindërit le ta marrin shumë seriozisht dhe çdo gjë që duhet të bëjnë të bashkëpunojnë me ta, të komunikojnë me ta edhe t'i orientojnë me kohë. Çfarë do punë që merre shumë seriozisht. Çfarë do të dhe, çfarë do të zanati, shko deri në fund, kemi pas jetën e lumtur. Po nëse e ke lënë lapsin edhe asë një zanat kënej, më shka si do të jetosh? Do të kesh probleme një jetë. Ju e përmendët ma herët që realisht e përmendët para se me fillu në edhe bashkëbisedimi kështu në këtë kuptimin zyrtarisht para kamerave. Po. Që ka qenë një moment shumë i veçantë kur keni fillu me punu nga tabelat me shkrumës, në tabelat që janë përdorur mandej me marker. Dhe ajo që po du me ju pyet është që a mendoni që kish me pas efekt mirë sikur të kishin fillu me përdorimin e smartboardëve, pra me tabelat e mençura, cilat vetë se i kemi porosit për komunën dhe besoj shumë shpejt i marrim, për secilën klasë në secilën shkollë të komunës tonë, edhe që ato pajisje teknologjike, le të themi, sepse teknologjia që përdoret sot për cilën thamë që ka efekte negative, kur përdoret në kohë të caktuar me kufizime dhe kur përdoret për qëllime të mësimit e të grumbullimit të informacionit, megjithatë është shumë e dobishme. Dhe këto pajisje teknologjike që i vendosim secilën shkollë, a mendoni që kishim me pas efekt të madh dhe pozitiv në ndërtimin e të ardhmës të fëmijëve tonë? Unë plotësisht pajtoj se suksesi nuk do të mungon nëse ne angazhohemi në të gjitha këto që i përmendet zoti kryetar, ne kemi një gëzim të madh që rinien me afru me lloj metoda me afru kushtet me rini ma të shnosh nuk ka në Evropë. Vetëm neve duhet shumë të punojmë me ta dhe t'i japmi vullnet me gjithë shka është e mundur. Nga ona prindit, nëse prindrit kanë mungesë, duhet pa tjetër të gjithë të organizojmë e të ndihmojmë. Ne kemi rastin 4 fëmijë për një familje, sot janë mjek e inxhinier, në ushtri është udhëheq, ishte fillimi kushtet të vështira, e shtrinëm dorën e ndihmës, edhe sot ka nevojë disa me ndihmu. Edhe nuk mungon asgjë. Vetëm organizimi, edhe kujdesin ndaj tyre, nga ana prindore, edhe shteti edhe arshëmtarët e kanë edhe familja padyshim. Edhe familja. Na biseduam gjëre gjatë, unë para se me mbyll ndoshta, po i kërkoj edhe një mesazh të fundit të shkurt, të përgjithshëm nga kjo që e biseduam deri këtu, për kolegët e juaj mësimdhënës, fillimisht, më pas për nxënësit e për familjet, e në fund është një këshill të përgjithshme kështu të përmbledhur në pak fjali nëse keni mundësi edhe mandej edhe. Po. Nga përvoja shumë vjeçare, fëmiju deri në moshën 7 vjet është një pasqyrë, po i them krejt dhe pas mundësi me ndëgju, keme zbulu kur vje fëmiju në shkollë 7 vjet, me njëherë keme pa, a kanë punu prindërit me atë fëmijë, apo nuk kanë punu. Deri 7 vjet duhet me përgatit, bile spaku t'jetë i disiplinum. Ne kemi pas raste, për ju të regoj drejt, nuk e kam ndërmend me ndryshu. Pse bre djale është po hypë për mi bankë, po ju mësu të shpija të hypë në mbi tavolina. Po këtë sot bre, nuk o shpi këtu, të o shkollë. Dirisa e kemi drejtu, ka marrë kohë, se ka fillu në shtëpia me i bëha televizje, atëherë porosia jonja prind të nderuar. Leni anash gjitha
gjeni një kohë, një onë ditët mjafton me i thonë, o djalim, vajza imi, kjo është rruga e cila na zbarë ftyrën, kjo është vepra që ti kemi pas jetën e lumtur, kjo është një sjellje që ka me të sjellë shëndet edhe për ne dhe për ju. Dështimi i fëmijët o dështimi i prindit. Nëse fëmijët dështon, familja është e smutë, ka mërzi, rritet, bën të lashe, bile duhet me marë edhe ndoshta edhe avokat për me ndjerë nga kriza. Se ke kry me kohë punën. Çdo punë që lehet me vonesë, aja ka me pas pasojat më dhaja. Ose edhe një tjetër, unë po ju them drejt, çdo gjë që me të gjysmë, buka pa pjek gjysmë nuk pun. Kjo këmishme me gjysmën e vesh. Nëse ne fëmin i lëm i për gjysmë, punojmë pak me ta, a i ka me vetë me veset randa. Veset e randa janë gënjeshtra, përgojimi. Ato andalen po, me ko, me ndjemansia, ose mundi që e shatron këtë familjen, e shoqëri. Ato ndalen, ullë djali jem, vajza ime, ullë bisedoj. Sjelljet, fëmijët kopjon, fëmijët përcjell çka po bën baba dhe nona. Më shumë shohin se sa dëgjojnë, thuhet. Shumë përcjellin. Para mia vjetë, dhe për ju them një rast, pas kanë shku studentët, jo me ndëgju mësimin, po qëndrimin me apo mësuesit. Tha qëndrimi. Fëmijat përcjell babë e non i lënë në harmoni, ai ka gëzim të madh. Kur grinden, ai shtrehohet. Ai e ndini frikë. Gjithmonë kujdesin më të madh para fëmijëve ju lusë. Përdorni metodën e afrimit, përdorni metodën e gjuhës së ëmbël. A është i thënë, le ta ndëgjojnë kretot, ndërtojnë në trupin ton 3 fabrika. Fabrikën e akullit në tru. I ftoft në situata. Mos. Me pas durim. Durim me pas. Fabrikën e dytë thot, fabrikën e sheqerit në gjuhë. Po në bëjamën e gjuhë. Fabrikën e tretë thot, në zemër dashuri mbjellë, dashuri mbjellë. Jeta është çka të mendojsh dhe çka të shikosh. Nuk ka mundësi vepra, sjellje negative me dalë rezultati mirë. Nuk ka mundësi. E lutje bëjmë, doni me pas jetën e lumtur, thuaj hidhrimit lam të mirë. Mos fol para fëmijëve për kërkan. Mos mengoj për kërkan. Smundja më e madhe që e shkatron njeriu është ngarkesa, shka than ata për mua, po shka kime lodh vetën, vazhdo atë qëllimin tonë ku kime mri, anë është zhurmat, mos i ndëgjo. Edhe kime mri, me angazhim e punë. Ju dëshoj shumë sukses, që më keni gëzu sot, e u gëzofshi gjithmonë. Unë kam shpirtin për fëmija kam dhanë. Kur nuk kemi kursi, kur smundjes kemi pasë. Prindrit te për të lumtur. A ju dorëzu, neve kemë bërë më të mire nësë është gëzim anë mbanë qyteti Lullëzon. Me gjua angleze, kapiteni erdhi edhe tha, po mos kishte egzistu kjo përgatitje, neve përkthys do të marrëmi nga Serbia. Po që komuna Gilani Lullëzon. Lullëzov gjithmonë, me juve, me neve, me gjitha, ju dëshoj shumë sukses. Unë nuk e di ndryshë se kishim mujtë me përmbyll këtë bashkëbisedim tonin, më mirë e më ëmbël se sa kjo që e thatë në fund. Shumë. Por mua ka qenë njerë knasi edhe privilegje veçantë që kemi bashkëbisedu sot. Ju jeni njëri nga njerëzit që mbi 22.000 nxënës e student kanë kaluar në duar tuaja, në këshillat edhe në mësime që ja keni thënë. Ndërkohë që sot u mundum në një kohë shumë të shkurt me përmbledh gjithë këtë kontribut për kaq shumë vite, edhe me transmetu qiltërsinë e punës juaj tek qytetarët. Për mua ka qenë një privilegje veçantë dhe ju falenderoj shumë që keni qenë këtu. Edhe unë kam kënaqësinë e madhe që do të jemi juve gjithmonë, derisa të jem gjallë. Çfarë do situate, çfarë do të qoftë, unë jam i gatshëm që jo lodhje, po veç gëzim e lot gëzimi gjithmonë.
me fëmijë, do ta ndërtojmë shtetin, do ta forcojmë. Dasht Zoti e të punojmë me ta sa më shumë. Shumë sukses prindërve, edhe mbari juve, Zoti kryetar, i dëshoj shëndet edhe jetë lumtur. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ky është rrëfimi me profesorin e nderuar Qazem Aliun, ndërkohë që në herat e radhës do të sjellim edhe rrëfime tjera, plot histori e plot vizion dhe këshilla për të ardhmen dhe për qytetin. Faleminderit për vëmendjen edhe për durimin tuaj. Faleminderit. Faleminderit ju. Shumë faleminderit. Kënaqësi e madhe.